Një gjatë tillë thuhet 17% të teritorit të Republikës së Kosovës që është pjesa më vitale, pjesa më e begatë Po ju se shpallë të organizuar terroristë dhe Albania dhe për Trim Shtetit Republikës Kosovës. Socialista është parti politike. Ne kena shpallë 2. Po. Pa më dëgjat. Unë i besoj veç Albini. Është problemi për shkak të Kushtrim Sadiku Albini tha për mua socialista është parti politike. Po është parti politike. Tash. Në rregull. Është e pranueshme për ne s'është, ajo është diçka çështje tjetër. Po është e pranuar, është regjistruar në KQZ ose të regjistrohesh në KQZ. Atëherë s'do të muzikoj. Por është e pranueshme për neve. Jo. Por se thuashte që unë me Albinin nuk mund me punue, edhe unë kam veç probleme me Albinin, se kam me listën sërbe, kjo është të mërshme. Unë nuk po thamë që nuk bashkëpunojnë ata me të tjerë, po kur të thuashte që unë e kam probleme me Albinin, nuk e kam unë me listën sërbe, kjo është të mërshme. Gjim, që është do në mi marë 500.000 vota? Se na shkujnë shpejt me punën, rezultatin, me vizionin, me guximin, mos lëshimin pa para të gjithëve për të mbrojtur sovranitetin e Republikës së Kosovës, për të bërë një buxhet 4 miliardë euro, për të bërë ato të mirën prej lindjes së fëmisë që merr shtesa deri te gjyshët e tyre të cilët kanë me marë pos pensionit, kanë me marë edhe një rogë që i ruajnë fëmin edhe nipat të dhëmbeset për me mujtë me punua 2 prindet, se na dojna progres dhe dojna qarkullim të shtetit të Republikës së Kosovës për arsye se bruto produkti duhet me pas qarkullim. Dhe për me pas qarkullim duhet njerëzit milion me punue në për çdo institucion, qoftaj privat, qoftaj shtetëror. Profesor, zoti Batiri, po ndu munojnë të se është ja 500.000 votave. Po ta shajt pëse du të mi votu një qytetar. Për shembull, cilat projekte e në kry, për shembull, opozita, po thotë hisqe urën e Saradronit, sen tjetër s'keni bo, bili po tojnë edhe aja urë ka njës mu prish, jeni vetë një subjekt politik që s'keni as plan program, nuk e di mas qa keni me bo, as ku shosh, as ka ka mu bo. Kretë plan programin e keni vetëm hini vëvë, atë kretë e keni për as dënxë. Për 5 vjetë po thonë s'keni bo kur gjëhis. Jo, për 5 vjetë. Ves një urë Saradronit, ekonomia në kolaps, panesat për qiftet e reja nuk janë kërka, shtrajtimin e rrymës keni me bo liru, shtrajtu nalt, korupcion keni thonë me nal, knena po jetojnë ministrat, keni thonë jena të varfën, nuk jena të varfën, por jemi të vjedhur, së t'jena haloma të varfën, që shtë të opozita. Në misë për foli fjallët e tyne, opozita ka drejt me thonë që ka dojnë, sepse opozita për që ta është. Por nuk kanë të drejt të mohojnë puna e mrekullueshme që o ba. Cilat për A dibër që ka u ba në Kosovë. Ashtë një mrekulli që ka ndodhë. Për shemë. Autostradat për thujnë super. Të luftojshte në veri 132 grupe ilegale. Janë konfiskuar 4.5 tonë substanca narkotike. Po këtë e ka po policia, Gjim? Po mirë, kush e ka që policia ka qenë më parë? Më falë. Atëherë do më onë i këni... Kjo është e më të shëpe. Që kjo është e më të shëpe. Janë konfiskuar 70.000 fije kanabist. Janë shkatruar në 19 laboratorë të drogës. Janë zhvilluar 1.500 aksione. Janë byllë 29 rrugë ilegale cilët bëjshin të gjithat këqijat, hyrjet e daljet e kontrabandat që të veshen. Jeta e shqiti, po, emisioni për drejtësis që ka jeta e shqiti që halardi e kontrabanda, Gjim, një udhë javën e kalume. Ves që bëjshin ata zotnit me gazika, kontraband, ditë e natë. Policisë Kosovës, penalë të 1 milion që ka pasë, ja ka bërë 152 milion. Po, se keni suficit, so a keni investu, Gjim? 130 milion euro veç për logistikë. Po, Gjim? Dëgja. Po, thonjë se s'keni bo kërgjist, normal si është palu buzjetës, është trajtu smimi, është trajtimin, një shku në hava, rritet paga, s'ka pas, edhe normal si rritet buzjetës. S'keni investu kërgjist për vesure Saradronit, Beogradi ka pas kontrol në verin në mënyrë totale. Veria? Po. E sot s'ka? Dëgja. E që është fitoj prapë socialista, Gjim?
Kanë pas sisteme të alarmave, kamerave legale, e nuk i kanë më. Nuk janë më, është fakt, zoti Batiri. Suleman Kërkush... Kanë ngritur barikada e nuk mund të ngrisin më. S'ka, është fakt, zoti Batiri. Kanë pas institucione ilegale e nuk i kanë më. E pse fitoj prapë sërbskalista? Kanë rarë e dëbuar shqiptar e nuk mund kur më. Fakt, Gim. Kanë pas formacione ilegale e nuk i kanë më. Qashtu është, Gim? Nën uniformen e autorizimeve policore i kanë raportuar Beogradet e nuk i kanë raportuar Kosovës. Qashtu është, Gim? Ju Pushka e se to dini beselun. se komandanti tyre ka marrë pjesë, po delë se ka marrë pjesë në aksionin e vrasjes se familjes Jashari, që dhe të ka qenë atë pjesë atje. Po, Gim, se man Kërkush një pun t'il. Kanë pas targa ilegale e nuk i kanë më. Qashtu është, Gim? Kanë pas dinarin ilegal e nuk e kanë më. O fakt, Gim? Kanë uzurprua prona shqiptare e nuk mund